Për çdo ditë në rrugët e Gostivarit përfundojnë rreth 70 ton mbeturina, apo mbi 25.000 ton mbeturina në vit, të cilat ndërmarrja publike komunalec duhet t'i mbledh nga qyteti dhe t'i dërgojnë në deponin Rusino. Kështu bën të ditur drejtoresha e ndërmarrjes Arta Asani, e cila thekson se ndërsa sasia e mbeturinave vazhdon të rritet, ndërmarrja publike komunalec po përballet me probleme serioze që cënojnë efikasitetin në punë, automjetet amortizuara, prishje të shpeshta të tyre dhe mungesë fondesh për t'i zëvendësuar ato. Pavarësisht këtyre vështirësive, shton ajo, ekipet vazhdojnë të mbledhin mbeturina disa herë në ditë për të shmangur grumbullimin e tyre në qytet. Brenda një dite, ndërmarrja mbledh nga 55 deri në 60 ton mbeturina organike dhe nga 5 deri në 10 ton mbeturina voluminoze. Sa i përket mjeteve themelore, ndërmarrja i ka mjetet themelore rreth 70% të amortizuara. Çdo ditë hasim në prishje të tyre dhe kemi ngecje të mjeteve themelore, do me thënë nuk dalin mjaftueshëm në teren sa ka nevojë. Edhe pse përpiqemi, do me thënë 3 herë në ditë mbeturinat miren si janë të parapara në program, me ato mjetet që i kemi. Përveç mungesës së mjeteve, komunalec përballet edhe me një problem tjetër financiar. Drejtoresha Asani tha se niveli i ulët i pagesave nga qytetarët e bën të pamundur investimin në automjete dhe pajisje të reja, duke u bërë apel qytetarëve që t'i shlyejnë obligimet në kohë, në mënyrë që ndërmarrja të mund të ofrojë shërbime më cilësore dhe më efikase. Për shkak pagesës të ulët, ndërmarrja nuk ka mundësi që të furnizon mjete të reja themelore për mbledhjen dhe transportimin e mbeturinave, prandaj do i kisha lutë qytetarët edhe ata që të kenë shërbime më të mira komunale ti realizojnë pagesat në kohë dhe siç duhet. Një problem tjetër që sipas Asanit po merr përmasa shqetësuese është edhe hedhja e mbeturinave jashtë kontenjerëve ose në lokacione të paautorizuara. Kjo ju merr ekipeve në terren kohë shtesë për pastrim, ndërsa njëkohësisht ndikon në uljen e efikasitetit të shërbimeve. Gjatë muajve të verës, kur temperaturat janë të larta, mbeturinat e shpërndara në hapësira publike shndrohen në burrim të erërave të pakëndshme, rrisin rrezikun për përhapjen e infeksioneve dhe dëmtojnë rënd mjedisin. Për këtë arsye, ndërmarrja kërkon nga qytetarët më shumë përgjegjësi në hedhjen e mbeturinave, si një hap i domosdoshëm për ruajtjen e pastërtisë dhe shëndetit publik.